Shqipëria po përballet me një plagje të shpejtë të popullsisë, një fenomen që po ndodh më shpejt se në shumë vende të tjera të Europës. Sipas të dhënave aktuale, mbi 20% e popullsisë shqiptare është mbi 65 vjeç, ndërsa projeksionet demografike parashikojnë që deri në vitin 2025 të moshuarit do të jenë në shumicë, duke kaluar numrin e të rinjve, fëmijëve dhe adoleshentëve. Ky ndryshim thelbësor në strukturën e popullsisë po ngres sfida të mëdha për sistemin shëndetësor. Ekspertët e shëndetit publik theksojnë se është emergjente rritja e numrit të mjekëve profesionistë të specializuar për kujdesin shëndetësor të moshuarve. Të moshuarit sëmundjet shfaqen në mënyra të ndryshme, ku mbi vendosja e patologjive, humbja e aftësive funksionale dhe izolimi social janë ndër faktorët më të mëdhenj të riskut. Sipas studimeve të pjeshme në popullat, një person mbi 65 vjeç në Shqipëri ka mesatarisht të paktën 2 diagnoza, shpesh të shoqëruara me humbje të aftësive si eci apo shikimi. Tek të moshuarit mbi 80 vjeç, kjo përqindje shkon deri në 50%, ndërsa një pjesë e madhe përballen edhe me izolimin social dhe ndjenjën e vetmisë. Ndërsa numri të moshuarve rritet, ekspertët ngren alarmin se sistemi shëndetësor duhet të përshtatet dhe të investojë më shumë në trajtimin e mjekëve për kujdesin geriatrik, jo vetëm për të menaxhuar sëmundjet kronike, por edhe për të përmirësuar cilësinë e jetës së kësaj grupmoshe në rritje.